Tre të akuzuarit për një atentat të porositur në qytetin e Vlorës do të qëndrojnë pas hekurave. Gjykata e posaçme e apelit la në fuqi vendimin e shkallës së parë për Leonard Luzin, Amarildo Nikodhin dhe Muharrem Koroveshin, të dyshuar si autor dhe porositës të një krimi të mbetur në tentativë. Leonard Luzi është dënuar me 7 vite e 4 muaj burg, Amarildo Nikodhi me 2 vite e 9 muaj, ndërsa Muharrem Koroveshi me 10 vite burg. Sipas hetimeve të Spakut, Luzi në 8 gusht 2023 ka porositur vrasjen e Ines Hajrullës dhe shokut të tij Ervis Mato Dashaj. Krimi është parandaluar nga ndërhyrja e policisë. Amarildo Nikodhi u kap me armë zjarri të gatshme për përdorim, ndërsa dyshohet se ishte paguar për të ekzekutuar atentatin. Ky ishte atentati i tretë që Hajrulla, i njohur në Vlorë me përplasjet me grupet rivale, arriti të shpëtonte. Në fillim Nikodhi u arrestua për mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve, por më pas hetimi zbuloi prapavijën kriminale të çështjes. Dëshmit dhe provat e mbledhura zbuluan lidhjen mes autorëve, pagesën për atentatin dhe përpjekje për eliminim fizik të Hajrullës. Vendimi i apelit përforcon hetimin e strukturës speciale dhe e çon çështjen drejt fazës së vuajtjes së dënimit.